No, la mancanza di impegno dei giocatori no, assolutamente, anzi c'è stata disponibilità. Jo, madje është e kundërta, unë kam parë një gatishmëri shumë të madhe nga ana e lojtarëve për të qenë të gatshëm për këto ndeshje, por ndoshta ka qenë edhe aspekti psikofizik si i faktit që është kjo periudhë e sezonit kur kanë mbaruar ndeshjet me të një sezoni shumë të gjatë, dhe nga ana tjetër ndoshta edhe një lloj zhgënjimi nga eliminimi për të shkuar nga eliminimi në fazën play-off të botrorit, dhe ndoshta në këtë periudhë kur të gjitha ekipet e tjera po përgatiten për të shkuar në botror, ndoshta edhe kjo mund të ketë ndikuar pak lojtarët duke rikthyer le të themi emocionet e kaluara. Ndoshta nuk kemi qenë shumë të karikuar, disa ndoshta lojtarë më pak të karikuar, por siç e thash, janë këto dy elemente që mund të kenë ndikuar, faza e kampionatit, po ashtu edhe eliminimi në fazën play-off. Në krahasim me ndeshjen me Izraelin, mendoj që kemi shkaktuar pak më tepër konfuzion në këtë ndeshje, sidomos nga fakti që pësuam gol shumë herët, edhe kjo na ka rritur edhe pak nivelin e ankthit, por kjo është ajo që çfarë ndodh, besoj se kam marrë disa gjëra si të qoftë nga kjo ndeshje.